në një periudhë kur Kuvendi i Kosovës ka hyrë në një fazë jashtëzakonisht politike sa i përket konstituimit të Kuvendit të Kosovës dhe zgjedhjes së kryeparlamentarit të ri të Kosovës, kemi ardhur ambient, kemi ndruar, jemi ardhur në hollën e Kuvendit të Kosovës për të diskutuar se çfarë pritet të ndodhë nesër. A do të kemi kryetare të re të Kuvendit të Kosovës, cilat janë qëndrimet e lëvizjes vetëvendosjes dhe kandidatës për kryetaret Kuvendit të Kosovës. Do të flasim me zonin Albolena Haxhiu, ministrin e detyrë dhe deputete e lëvizjes vetëvendosjes. Zonja Haxhiu, mirë se po takome. Mirë se gjeta, faleminderit. Faleminderit shumë. Ishte një javë jashtëzakonisht shumë e rëndë edhe tensionuese. Nesër nëse s'gaboj është hera 6 që emri juaj do të jetë le të themi nga lëvizja vetëvendosje e propozuar për kryetarët Kuvendit. A keni siguru votat zonja Haxhiu për nesër? Në fakt ashtu është, domethënë që nga 15 prilli ne ende nuk kemi arritur që ta konstituojmë Kuvendin e Republikës së Kosovës. Fillimisht, siç e dini, kishte refuzime për votimin e raportit për verifikimin e mandateve, pra që doli si qëndrim i opozitës që të mos votohen mandatet e deputetëve gjithësisht, të mos verifikohen ato apo të refuzohet verifikimi i tyre nga ana e Kuvendit të Republikës së Kosovës. Dhe tani jemi në një situatë tjetër, por sërish që pamundson konstituimin e Kuvendit me refuzimin e emrit tim për të qenë kryetare e Kuvendit të Republikës së Kosovës. Nuk jam shumë optimiste që situata do të ndryshojë në ditën e nesërme, në seancën e nesërme, për shkak se i kemi parë edhe publikisht qëndrimet e subjekteve opozitare në raport me këtë situatë. Përbindjen time duket që ka një mungesë të vullnetit për të konstituar Kuvendin e Republikës së Kosovës në mënyrë që të vazhdojmë pastaj me procedura tjera për zgjedhjen e qeverisë. Dhe në këtë drejtim dua të shtoj që është përgjegjësia e të gjitha subjekteve politike për të bërë përpjekje për ta konstituar Kuvendin e Republikës së Kosovës dhe në anën tjetër jo vetëm e mazhorancës apo jo vetëm e lëvizjes vetëvendosje. Mandej kur vjen puna të zgjedhja e qeverisë, të procedurat për zgjedhjen e qeverisë, bara përgjegjësisë bie mbi mandatarin dhe bie mbi partinë fituese, mbi mazhorancën. Mirë po, tani na përket të gjithëve që të bëhemi bashk. Po ashtu dua të shtoj këtu që Kushtetuta e Republikës së Kosovës dhe aktgjykimi i Gjykatës Kushtetuese i japin të drejtën vetëm partisë fituese që të bëjmë propozimin për kandidatin për kryetar Kuvendi dhe jo partive të tjera politike. Qartë deri këtu. Jemi këtu, duket që ka një refuzim të opozitës, ka një subjekt politik që është LDK-ja që thot as Albolena Haxhiu dhe as një kandidat tjetër, ka 2 subjekte tjera që A bën para se me shku të ndamja e tyre të qëndrimet e partive politike, ndëgjova me shumë korreshtje dhe vlerësim sa i përket kësaj qëndrimit tuaj të partisë, e tha që nesër nuk ka, domethënë nga rrethonat ekzistuese, takimet, pra nuk mund të ketë një lëvizje tutje. Pse po dështon zgjedhja e juaj zonja Haxhiu si kryetare Kuvendit? 5 herë, nesër është e 6-ta, çdo 48 orë jemi duke ardhur në seancë Kuvendit të Kosovës, pse po dështon? E para duhet të sqaruar që vetëm vetëvendosja në këtë rast fituese e zgjedhjeve ka të drejtën që ta bëjë propozimin për kryetar Kuvendi. E dyta duhet të sqaruar që as Kushtetuta dhe as aktgjykimi i Gjykatës Kushtetuese nuk ndalojnë në këtë rast lëvizjen vetëvendosje, por në të ardhmen ndonjë subjekt tjetër politik që të ndryshojnë emrat për kandidatin për kryetar të Kuvendit. Pra është në diskrecion të lëvizjes vetëvendosje, sepse këtë të drejtë pra ja ka dhënë edhe Kushtetuta dhe aktgjykimi i Gjykatës Kushtetuese. Dhe tash nëse më pyet se pse po dështon emri juaj, unë natyrisht duhet të kthehem te qëndrimet e subjekteve opozitare. Do t'i flasim absolutisht. Sepse dështon emri im është për shkak të qëndrimeve tyre. Jo, pse po pyesone? Pra, së pari ata unë mendoj që nuk ka vullnet për të konstituar Kuvendin në mënyrë që të vazhdojmë me procedura tjera për zgjedhjen e qeverisë. Dhe këtë justifikojmë, si më thënë, me veprimet e tyre që Albolena Haxhiu është figurë përçarëse, është figurë konfliktuoze. Dhe kur jemi jeni figurë përçarëse, sepse opozita po thotë bereni një emër tjetër
Ne votojmë, ka propozime konkrete. 2010 pjesë aktive e politikës, pra me antarësimin lëvizjeve të vendosje me zgjedhjen deputete e kuvendit. Për më shumë se 10 vite kam qenë në kuvendin e Republikës Kosovës si deputete e opozitës dhe gjatë gjithë këtyre viteve ne jemi ballafaqur me momente shumë problematike për shkak se veprimet e qeverisë së kaluara kanë qenë shumë problem në raport me interesat e qytetarëve, por edhe Republikën e Kosovës. Pra, mua më akuzojnë si figurë përqarëse për shkak se ne kemi qenë kundër Zajednicës, kemi qenë kundër demarkacionit me Malin e Zi, kemi qenë kundër ligjit për amnistimin e kriminalëve serb, kemi qenë kundër ligjit për gjykatën speciale. Pra, të gjitha këto veprime, natyrisht që duke qenë që argumentet juridike e politike nuk bënin punë kuvend, ne kemi qenë të detyruar që të ndërmarrim edhe veprime, qoftë protesta, qoftë brenda kuvendit, për t'i ndaluar që ato marrëveshje të vinë në jetë. Dhe pra nuk mund të më masin mua ose të më paragjykojnë se si do t'jem unë si kryetare kuvendit, sepse unë figurë në fakt unë funksion ose pozit unifikuese s'kam pasur asnjëherë. Pra 10 vjet e gjysmë në kuvendin e Republikës dhe pastaj si ministre e drejtësisë, prandaj mendoj që Zonja Haxhiu, ajo që sot po diskutohet me të drejtë në publik është që pse duhet opozita me ju votu. Opozita deri tjeshme, sepse ne nuk mund ta dim kalkulimet e ardhshme çfarë mund të ndodhë me qeverinë e re. Pra, pse ju si lëvizjeve të vendosje po kërkoni votat e opozitës të deri tjeshëm, po që ju i keni votat 61, pra ju nuk e keni votën e zonjës Duda Bale, e cila nuk po merr pjesë fare aty, zoti Adem Hoxha, i cili nuk po voton fare, sikurse përfaqësuesit e listës serbe, të cilët janë të praneshëm, pra i keni 48 vota të partisë suaj dhe koalicionit të brendshëm, dhe i keni 9 nga 11 vota totale të pakicave jo serbe përfshi zotin Nenad Rashić. Pra ju nuk po arrini as votat e komuniteteve tjera mi pas para se me shku të opozita. Dhe opozita po thot, le të shkojmë tutje, le ta zgjedhim kryetarin e kuvendit me votat e juaja. Jo duke dhe ajo çfarë po diskutojmë publik me të drejtë është që bllokimit po i pengon lëvizjeve të vendosje, pra jo të tjetër. Kështu po thonë shumica e njerëzve të analizës logjike në Kosovë. Unë nuk e di saktësisht se cilave qëndrime të individëve po i referoheni, por megjithatë, së pari unë jam falendëruese 57 deputetëve, gjithësisht 56 duke përfshirë pastaj edhe votën time. 56 deputetëve në kuvendin e Republikës së Kosovës, të cilët më kanë dhënë mbështetjen deri tani për të qenë kryetare kuvendit. Duhen 4 zonja Haxhiu, duhen edhe 4 vota. Nisma po abstenon. Është e qartë që duhen 61 vota për të zgjedhur kryetare e kuvendit. Dhe këtu vlerësoj faktin që përveç lëvizjesve të vendosje janë edhe të gjitha komunitetet në Republikën e Kosovës, pra komunitetet jo shumicë që janë të përfaqësuara në kuvend, të cilat më kanë mbështetur për të qenë në këtë detyrë. Dhe ne jemi në vazhdimsi, në komunikim që të arrijmë, domethënë ta kemi mbështetjen edhe të deputetëve të cilët ju i përmendët. Natyrisht që përpjekjet tona vazhdojnë, angazhimi jonë në këtë drejtim vazhdon. Në këtë moment nuk ka indicie që mund të kenë vota. Muhamet, asnjë veprim i yni gjatë kësaj kohe prej 15 prillit e deri tani, kanë kalu sa ditë, nuk ka qenë veprim i cili e ka blloku konstituimin e kuvendit. Pse po e them këto? Për shembull, ne votuam raportin për verifikimin e mandateve, ne e bëm propozimin për kryetar të kuvendit, por në anën tjetër vota kundër e opozitës po e pamund. Jo po kërkoni votën e opozitës në këtë rast, në anën tjetër po folni për diçka që ka kalu, shumë mirë që kaloi që ajo. Shumë mirë që u bë betime. Qysh po pretimi ju votu opozita? Dhe edhe kur jemi këtu, unë po e përmend edhe një herë faktin që edhe bazu në frymën e kushtetutës, në gjykimin e gjykatës kushtetuese të vitit 2014, i përket të gjitha partive politike që të luajnë rol aktiv
me qëllim të konstituimit të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Edhe në letrën e presidentës Osmani, që është drejtuar kryesuesit zotit Abni Dehari, flet për rolin aktiv të partive politike me qëllim të zhbllokimit të kësaj situate dhe hajde po e marrim një situatë që unë po zgjedhem si kryetare e Kuvendit të Republikës së Kosovës. Çka ndodh pastaj me nëse flasim me të njëjtën logjik që po flasin ata individ të cilët po i përmend ose po i referohemi qëndrimeve të opozitës. Po merremi vetëm me partitë politike, me që edhe jemi në kuvende dhe po flasim, si më thënë, për situatën që ndodh në Kuvendin e Republikës. Vim te çështja e zgjedhjes së nënkryetarëve. Gjykimi i gjykatës thotë që nuk konstituohet kuvendi pa u zgjedhë të gjithë nënkryetarët e kuvendit. Rregulloria e punës kuvendit nuk parashet që nënkryetarët e kuvendit të votohen në paketë. Pra kjo ka ndodhur praktik, mirë po nuk parashet. Dhe ne mund të themi, ne e bëjmë propozimin ton për nënkryetar kuvendi, e votojmë propozimin ton, kalon me 61, vim te propozimi i PDK-s dhe në anën tjetër LDK, sepse vetëm PDK-ja dhe LDK-ja nga partitë shqiptare kanë përfaqësim në kryesi dhe ku do t'i marrin. Mund të votojnë pakicat, se cilët ju votojnë edhe juve? Mund të mos votojnë. Po mund të votojnë. Po mund të mos votojnë. Pra, nuk mund ta marrin a priori, si më thënë, që do të votohet nënkryetari tyre, në qoftë se nuk ka, si më thënë, një vullnet nga ana tjetër e lëvizjes vetëvendosje për t'i votuar nënkryetarët e tyre. Pra ku do t'i marrin ata votat për t'i votuar nënkryetarët e kuvendit Zonja Haxhio në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Pra, dhe kjo të kthen te përgjigja që pra na duhet ose te qëndrimi na duhet përpjekje të gjitha palëve që të zhbllokojmë situatën aktuale me veprimet tona. Vota për nuk është votë për bllokim të konstituimit, të kuvendit. Pyetje edhe konstatime të shkurtra të zhbllokimit. Pra, opozita e deri djeshme, zoti Memri Krasniqi, zoti Lumir Abdigjiku e qartë LDK-s po voton fare, ndërkohë që Aleanca për Armërinë e Kosovës ka dhënë 2 emra tjerë. Po thotë, nëse doni zhbllokim të procesit, i ka përmendur 2 emra tjerë, Shqipe Selimin dhe zonën Saranda Bogujevci. Gjithashtu Partia Demokratike e Kosovës po thotë, nëse i ka numrat, votojeni, zhbllokot procesi. Pra, në publik, diskursit që opozita e deri djeshme ka faj për bllokim, ju po t'i kishe 61 vota, i shkry kjo punë. Pra, i shkry. Shumë të tjerë po thonë që zoti Kurti nuk i ka votat për qeverinë e Kosovës, dhe prandaj është... Po ata që thonë kështu, let na mundsojnë që të vinë te ajo situatë. Në ju, pra? Po bëni një jo, pse s'po bëni? Kemi të pamundshme që të vinë tek qeveria pa e kaluar ju me 61 pra. Sepse për momentin, domethënë për momentin e kemi parë që nuk i kemi 61 numra në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Por nëse duan të na provojnë edhe tek ajo pjesë, atë le ta konstituojmë Kuvendin e Republikës së Kosovës dhe dalim te pjesa tjetër. Pra për qeverinë. Ajo çfarë dua të shtoj te këto propozimet e PDK-s, për shembull dhe AK-s. Sepse AK-ja ka përmend emra të përveçëm. Duhet me kuptu. AK-ja e ka të drejtën me bë propozime veç kur del partia e parë. Domethënë vetëm kur del partia e parë e kanë të drejtën me bë propozimin me emrin e përveçëm të kandidatit për kryetar të kuvendit. Pra, nuk është përgjegjësi e tyre. Nuk është përgjegjësi e tyre. Ajo çfarë dua të shtoj këtu është që asnjëherë gjatë mandatit tim si deputete e Kuvendit të Republikës Kosovës, as unë as vetëvendosje, nuk kemi ndërmarrë veprime të cilat e kanë dëmtuar Republikën e Kosovës dhe i kanë dëmtuar interesat e qytetarëve. Për këtë jemi krenar. Por nuk mund, si me thënë, të bëjnë deklarime të tilla, të cilat domethënë nuk ju besoj. Nëse i kthejmë veç pak në histori, lëvizja vetëvendosje, për asaj që unë e kam përcjell në histori, kurse ka votuar asnjë kryetar kuvendi, po mirë dhe, domethënë nuk kanë pas nevojë për votat e lëvizjes vetëvendosje. Faktor unifikues nëse është po ne kemi qenë opozit shumë por nuk kanë pas nevojë për votat e lëvizjes vetëvendosje sepse kanë pas shumicën. Faktor që adem para publikut, po del ju po kërkoni tash unifikim, ju po kërkoni me kalu ngërçim, po s'ka qenë të kalu me zonja Haxhio. Ne kemi shumë të rëndësishme që ta konstituojmë Kuvendin e Republikës së Kosovës. Mirë po në asnjë rrethana nuk mendojmë që këto si me thënë, as shantazhet, as ndonjë formë tjetër që mund të përdoret nga kushdo qoftë,
mund të na detyrojnë neve që të heqim dorë nga e drejta jonë kushtetuese edhe nga ajo që ka na njeh edhe aktgjykimi i gjykatës kushtetuese. Ne jemi shumë të gatshëm që të takohemi me partitë politike. Ka pas përpjekje edhe të zotit Dehari që t'i thras në konsultime partitë politike, disa kanë shkuar, disa nuk kanë shkuar. Pra, edhe kryeministri Kurti ju kujtohet që ka dërguar letër kryetarit të LDK-s, e ka ftuar në takim, ja ka propozuar 3 data për takim dhe pika e parë e letrës nga kryeministri Kurti, kryetari i Lëvizjes, ka qenë që të diskutojmë edhe për konstituimin e kuvendit. Pikërisht duke pas parasysh që është përgjegjësi e të gjithëve dhe duhet të ulemi dhe të shohim se cila është, si më thënë, rruga që duhet ta ndjekim. Dhe kur jemi këtu, ne kemi dëgjuar propozime edhe për zgjedhje. Natyrisht që ky nuk është plani jonë. Por nëse ka parti politike që janë të gatshme që të shkojnë në zgjedhje, kanë propozuar madje edhe data, kanë propozuar edhe muaji qershor me sa di është përmendur, ne jemi shumë gatshëm që tulemi dhe diskutojmë për këtë. E qartë, se po duhet gjithashtu se çka është zgjidhja pastaj te ky ngërçe. Ajo çfarë po dihet që edhe nesër në seancën e ardhshme, nëse nuk ka marrëveshje, sepse qëndrimi i partive politike, sikurse i lëvizjes vendose dhe partnerëve të saj brenda 48 deputetëve, po dihet tashmë. Pra, nesër një ripërsëritje. Ajo çfarë po është e lodhshme për publikun, për qytetarët e Republikës Kosovës, çdo 48 orë jemi duke pa një situatë e cila dorën zemër po duket shumë naive për faktin që Kosova i ka 1 milion punë të tjera për me mujt me kalu tutje. Ka barikadem, ka papjekuri politike dhe shumica po thonë, nëse ju i keni numrat, vazhdojeni edhe shkojmë tutje. Ajo s'po ndodh. E dyta çfarë ke kërkesa e Partisë Demokratike dhe Aleancës për ardhmërinë e Kosovës është ndrrimi i kandidatit për cilën jo na shpjeguat që nuk mundet dikush tjetër më na tregu neve kanë zgjedhë lëvizja vendose. Edhe kjo e tjo. Çka është zgjidhja zonja Haxhiu? Pra, kemi barikadem, kemi qëndrimit partive politike dhe cila është zgjidhja që sot qytetarëve të Republikës Kosovës mund t'ja thot një deputetja grua me votuar në Kosovë, e treta në lëvizjet vendose, e cila po tenton të jetë kryetare e Kuvendit të Kosovës, po nuk janë. Është jashtëzakonisht e rëndësishme pra që të ekzistojë së pari vullneti politik për të konstituar Kuvendin e Republikës Kosovës. Pra, duket që ka palë në Kuvendin e Republikës së Kosovës, ka partitë të cilat nuk e duan që të ndodhë konstituimi e Kuvendit. Tash, a është çështja që... Kush nuk e do, na mundemi me shku pak, jo, ka parti, sa parti janë, se s'ka... Po tash, ne e dim se cilat janë partitë të cilat përfaqësohen në Kuvendin e Republikës së Kosovës, por me votën e tyre, gjithsesht edhe me tendencat për bllokuar që nga fillimi konstituimin e Kuvendit, po shpërfaqin qëndrimet që janë kundër konstituimit të Kuvendit. Tash, a e kanë... Lidhja demokratike? Votat e tyre në Kuvendin e Republikës dhe qëndrimet e tyre janë publike. Do të thënë, sa herë ka pas seanca konstituive, pasteje kanë qenë të renditura mediat dhe kanë dhënë qëndrimet e tyre publike. Pra, vota kundër është vot bllokuese. Vota për asnjëherë nuk është vot bllokuese. Është problemi i lëvizjes vendosje të përgjithësia, sepse lëvizja vendose si parti fituese me 48 e kemi përgjithësinë që të ndërmarrim veprimet të cilat na i thot edhe rregulloria edhe kushtetuta. Kushtetuta dhe rregulloria për mund thirrë seanca çdo 48. Tuar raportin, e kemi bërë betimin dhe kemi propozuar emrin për kandidat për kryetar të Kuvendit. Dhe po them edhe një herë, edhe ne mund të themi kur vinte në kryetarët që ju takojnë subjekteve opozitare, mund të themi që nuk po na duket në rregull që të propozoni Kujtim Shalën, pse nuk po e propozoni Arben Gashin, ose pse s'po e propozoni ndonjë deputete të LDK-s, njësoj edhe tek PDK-ja, por ne nuk mund të funksionojmë kështu, sepse ju përket partive politike që të bëjmë propozimet pra emrat e përveçëm për këto pozicione. Na takon të gjithëve që të ndërmarrim veprime për të dalur nga kjo situatë, por sa na takon neve si lëvizje vendosje, ne konsiderojmë që kemi ndërmarrë të gjitha veprimet. Vlerësoj që është rëndësishme që të ulemi, në qoftë se debati nuk lejohet në seancën konstituive, sepse përveç obligimit që rregulloria na kërkon, përveç obligimit që e kemi të mblidhemi çdo 48 orë, sepse
ligjvënësit duket që kanë pasur në plan që të bëjmë presion partive politike që të konstituojnë kuvendin, natyrisht që duhet, sepse nuk mund të mbesim pa kuvendin e Republikës së Kosovës, pa organin më të lartë ligjvënës në vend. Dhe ne obligohemi pra që të vijmë sa herë thirremi nga kryesuesi, por ka pasur përpjekje nga kryesuesi që të vinë në Po nuk është ajo çfarë kanë thënë të tjerë, nuk është detyrë kryesuesi. Ka pas edhe letër nga kryetari, nga kryeministri Kurti drejtuar LDK-s. Nuk ka ardhur, ajo është për bashkëqeverisje, ajo është takim që s'kemi ardhur që ajo pika lan. Ne do të shohim se cilat janë mundësitë reale që i kemi para vetës. Nëse e vërtet, po pse ka ardhur lëvizja vetëvendosur, domethënë i ka shkruar letër LDK-s, nuk ka ardhur LDK-ja në takim. Po në seancë kuvendet nuk i ka votat. Ne edhe njëherë i kemi ndërmarrë të gjitha veprimet të cilat na obligon edhe kushtetuta, edhe aktgjykimi i gjykatës kushtetuese, edhe rregullorja e punës kuvendit. Pra, tashmë nuk është në dorën tonë. Unë pres që të ketë reflektim nga ana e opozitës, sepse është e rëndësishme që kuvendi të konstituohet sepse kemi shumë punë për të bërë. Duket që ka një qëllim për të pamundsuar që ta kemi qeverinë e re. Sepse ne jemi në detyrë, por kompetencat... Po doni me po qeverinë. Po atëherë let na sfidojnë. Let i hapin rrugë konstituimit kuvendit, sepse ne jemi të bindur që në qoftë se nuk do të, sepse është gabim me u marrë me emrin, nuk e kanë hallin te Albulena Agjiu. Mund ta kenë dikush prej tyre, por nuk është kjo çështja. Edhe nëse do të propozonin zonjën Saranda Bogujevci, të cilën unë e kam edhe kolege dhe mike shumë të mirë, dhe më vjen shumë keq që, si më thonë, zhvendosen diskutimet kështu, por unë, nëse do e propozonim ta zëm zonjën Bogujevci, njësoj do të vepronin edhe për tjera, do të thonin pse po e propozoni Sarandën, po e keq përdorni sepse është e mbjetuar e luftës. Pra, po, pasi që vetëvendosja ka propozuar emrin tim, ka dalë, domethënë në këtë drejtim. Pra, unë mendoj që situata është e qartë, çfarëdo që do të bënim ne në fillim, do të gjeni një justifikim për të mos e votuar, por tashmë ekziston emri i kandidatit, ekziston e drejta për këtë, rregullat janë të qarta, duhet të ulemi sepse në seancën konstitutive debati s'po lejohet, e vetmja formë është në formate të tjera. Ne jemi të hapur. Nëse partitë politike mendojnë që një palë trecës, mundeni ju mi thirr ata zvim. Se ne do t'i ftonim, nëse ne do t'i ftonim, ata do të thonin kush jeni ju që po na ftoni neve në takim. Tash janë përmendur, si më thon, është përmendur presidenti Osmani, ndonse ne jemi të vetëdijshëm që presidenti Osmani në përputhje me kushtetutën e ka thirrë seancën konstituive. Pra, kjo ka qenë obligimi kushtetues i presidentës, kur jemi drejtuar me letër, ka kërkuar që nga gjitha palët që të kontribuojnë për zhbllokim të situatës. Pra, nuk ka palë tjetër përveç se ne si parti politike dhe institucioni apo presidentja në anën tjetër. A ka cila është përgjegjësia e lëvizjes vetëvendosje? Ne e kemi adresuar të gjitha veprimet që kemi pas. Ju po thoni që ju nuk keni përgjegjësi, situata, bllokimi çdo 4-8. Neve na takon përgjegjësia që të ndërmarrim veprime për të konstituar kuvendin. Po e kemi bërë. Në anën tjetër jemi në diskutime me deputet, me parti të cilat, si më thënë, kanë qenë disa prej tyre edhe publike. Shumë prej takimeve që kemi pas kanë qenë publike dhe jemi, si me thënë, shumë të interesuar të shohim çfarë propozimi tjetër mund të ketë për të dalë nga kjo situatë, por është e qartë. Duhet reflektim, duhet qasje serioze në këtë drejtim. Pala tjetër po thotë, duhet reflektim edhe nga pala tjetër. Po ne kemi ndërmarrë veprime, Muhamet, si me thënë, çfarëdo që është varë nga ne kemi adresu. Nuk i takon subjekteve politike që të përmendin emrat të përveçëm se kush duhet jetë propozimi i partisë fituese. Por na takon të gjithëve që të kontribojmë, që të çbllokojmë situatën dhe të konstituojmë kuvendin e Republikës Kosovës. Besoj që qytetarët presin nga ne. Nga kjo intervistë, nga ky diskutim me juve që Albulena Agjiu do të jetë vazhdon të mbetet kandidate. Unë nuk jam vetë propozuar. Asnjëherë nuk kam bërë propozime për vetë. Dyta, qëndrimet e partive politike deri të djeshme opozitare po dihen, pra nuk ka lëvizje deri sot, që ka ndodhur nesër nuk e di. E treta
është që do të vazhdon Kosova me këtë ngërç. Dhe ky ngërç nuk i konvenon Kosovës, nuk i përshtatet rrethanave në të cilët Kosovës. Kjo i përshtatet më së shumti armiqve të Kosovës, të cilët dojnë me pas shnjohje të Kosovës, mos avancim të Kosovës, dhe këtu përgjithësia bi edhe mbi lëvizjen vendosur si partia e parë deri djeshme që ka udhëheq qeverinë edhe është qeverinë në detyrë. Dhe nuk mundeni sot me ardhmë me thonë po ne e kemi kry deri punë, sepse përgjithësia është për të qësoj zona Axhio. Ne mbajmë vetëm përgjegjës për ato veprime të cilat kemi qenë të obliguar që t'i ndërmarrim. Po që se ne kishim blokuar konstituimin e kuvendit me mos votim të raportit për verifikimin e mandateve, pastaj me mos propozimin e emrit, ne kemi mujt, si me thonë që nuk kemi, duke qenë që nuk i kemi pasur numrat, nuk i kemi numrat, nuk e bëjmë as propozimin për kryetar kuvendit. Dhe çka kishte ndodhur? E kishim bllokuar situatën, edhe vetëm kishin çdo seancë ka 48 orë. Çdo 48 orë. Çdo 48 orë ish dashur me ardh kuvend dhe ne themi që ende kryesuesi i seancës nuk kemi emër për kandidat. Kishte sjell situatë të njëjtë, megjithatë, pasojat kishin qenë të mëdha. Po ne kemi bërë emrin, sepse s'kish pas çka mu votu. Ne kemi bërë emrin. Po përgjigjet e pjesa kur po thonë bllokimi po ndodh për shkak që zoti Kurti si ka votat për qeverinë. Let na sfidojnë. Pra nëse argumenti i tyre është që zoti Kurti nuk i ka numrat, let na sfidojnë këtë drejtim, sepse konstituimi i kuvendit në momentin që ndodh konstituimi i kuvendit, pastaj presidentja ja jep mandatarin kryeministrit Kurti dhe vazhdon afati kohor. Pra kryeministri Kurti ka 15 ditë e pastaj është, domethënë, mundësia për t'i thënë qeverisë, kryeministrit Kurti, a i ke apo si ke numrat. Në aspektin kushtetues po që se i kishin numrat i zgjidh kryetari i kuvendit, edhe kishin vazhduar në afatet kushtetuese dhe gjithçka në rregull. Pra po është e njëjtë. Mendoj që është shumë e rëndësishme që të gjitha palët të kontribuojnë që të dalim nga kjo situatë. Ne kemi qenë shumë të hapur, kemi marrë pjesë në çfarëdo takimi që ne jemi ftuar, vazhdojmë që ta kemi qëndrimin e njëjtë dhe urojmë që sa më parë të dalim nga kjo situatë, sepse qytetarët e Republikës Kosovës presin që të konstituohet kuvendi dhe të votohet qeveria e re. Por qytetarët e kanë pasur me 9 shkurt, domethënë, po të ishim të një situatë tjetër ku pas 3 viteve, si me thënë, vim të një situatë nuk dihet a e ka qeveria mbështetjen dhe të tjera si këto, ne mund të flasim për çfarëdo situate. Por tani, ne sa kemi dalë për zgjedhjeve, pra zgjedhjet e 9 shkurtit. Qytetarët e kanë, tani qytetarët vendosin. Qytetarët vendosin sepse neve shumë shpesh na vjen me pas takime me qytetarë edhe kërkesa e tyre në vazhdimsi është mos u dorëzoni. Do të thonë, unë veç po flas prej perceptimeve të qytetarëve. Nëse po flasim për qytetarin, se çka mendon qytetari, po flas për ata qytetarë që na takojnë neve. Kudo që është kryeministri Kurti, dje ishim në Gjakov, ishim në Mej, në përkujtim të masakrës së Mejës, njësoj. Do të thonë, nuk dhe nëse flasim për qytetarë, sepse nuk mendoj që unë as neve nuk na përshtatën zgjedhjet. Simpatizantët e partive politike po lanë ashtu. Dakor, po flasim për qytetarët e Republikës së Kosovës. Nuk janë që votojnë jo në bazë partive politike, ata ndryshojnë. Po flas për qytetarët e Republikës së Kosovës dhe besoj që edhe mbështetja që kemi marrë në zgjedhjet e fundit, si me thënë, është një argument që ne kemi mbështetjen e qytetarëve. Ajo mbështetje duhet mishrohet, domethënë tash edhe në kuvendin e Republikës së Kosovës, pra qytetarët e kanë vendosur se kush prej subjekteve çka ju takon. Dhe besoj, Sheh Muhamet, neve nuk i shohim zgjedhjet si opsion. Mirë po, nëse ka mungesë vullnetit për të konstituar kuvendin e Republikës Kosovës, ne nuk shohim situatë tjetër. Unë e di që pa u konstituuar kuvendi nuk mund të shkohet në zgjedhje, por mund të bëjmë një marrëveshje me partitë politike që ta konstituojnë kuvendin dhe menjëherë pastaj të caktohet data e zgjedhjeve. Nëse ka vullnet për shkuar në zgjedhje, ne jemi shumë të hapur që të shkojmë në zgjedhje. Janë përmend data siç e përmenda, i diskutojmë ato, pra nuk shoh alternativë. Qartë, sepse s'po du më përsërit të shumë çështjet që i tham deri tash, të qëndrimit, të fokusit të qëndrimit të partive politike, për me përmbyll të seanca nesme të 48 orëshe. Prej qësoj situate, leje pak politikisht, çka ke mësu
nga kjo situatë. Unë mendoj që nuk je ballafaqu me situata të tilla, sepse kjo tregon që në kuvend duhet numra, duhet pak diplomaci, duhet pak një farë koordinimi. Kjo tregon shumë gjithashtu, edhe për juve personalisht, po kushdo që tenton të jetë nesër kryetare kuvendit. Unë nëse asnjëherë nuk kam folë kështu personalisht për veten time, por duke qenë që gati 15 vite jam aktive në lëvizjen vetëvendosje, kam bajt pozicione të ndryshme, kemi pas situata rrethana kur jemi ballafaquar, rrethana jo të mira me cilat ne jemi ballafaquar, dhe nuk është që personalisht mu duket më e rënda. Për mua është problem qysh ne ende s'kemi arrit me konstituu kuvendin e Republikës Kosovës, sepse besoj që kjo na takon të gjithëve që të marrim dhe të kontribuojmë, mund të kontribuojmë në këtë drejtim. Unë mendoj që është jashtëzakonisht e rëndësishme pra të kthehemi te ajo që është përgjegjësia e gjithëve, pra që ta konstituojmë kuvendin e Republikës Kosovës. Unë kam marrë mbështetjen nga qytetarët e Republikës Kosovës. Kam marrë mbështetje shumë të madhe nga qytetarët e Republikës Kosovës për shkak të qëndrimeve të mia që i kam pas edhe si ministre edhe për shkak të politikave që ne i kemi adresuar. Pra ne me 9 shkurt, domethënë para qytetarëve kemi qenë në garë dhe qytetarët e kanë vendosur kush, ku dhe sa mbështetje do të ketë. Dhe në anën tjetër, këtu në kuvendin e Republikës së Kosovës ka qëndrime politike, ka inate me njëri tjetrin. Për shembull, çka më duket mua e çuditshme është që thonë që Alvulena Xhiu nuk bën sepse duhet një figurë e dashur. Nuk jemi në politik për ta dashur njëri tjetrin. Unë besoj që nuk është as në rregull si qasje, sepse edhe kanë përmendur terme që as mendja nuk ta pret. Por që është e natyrshme, ka shumë inate, nuk ka vullnet për ta konstituar kuvendin e Republikës së Kosovës. Ajo që ka mu më shqetëson në gjithë këtë situatë nuk ka të bëjë se si ndjem unë, tash që kam kalu periudha shumë vështira gjatë gjithë angazhimit tim politik, por asnjëherë nuk jam, si me thënë, nuk e fajsoj veten për një veprim politik të cilin e kemi ndërmarrë, sepse ka pasur një qëllim të mirë gjithnjë, dhe nuk mund të na mbajnë përgjegjës për shumë veprime, ndoshta për shumë marrëveshje të dëmshme që i kanë instaluar, por çka më bën mu të shqetësohem është që prej kësaj luftës brutale që ka qenë gjatë gjithë kësaj periudhe kohore, kam hallin që shumë prej vajzave dhe grave tjera hezitojnë që të merren me politikë, hezitojnë që të pranojnë ndonjë post të ndjeshëm, sepse thonë që aja dalë që të ballafaqohen me gjithë këto. Smoj me përfundu për thonë që këti brutaliteti, këti diskursi, kësoj gjuhë e kini edhe Partia Lëvizje Vetëvendosje i ka ndihmu, edhe madje akuzat janë që Lëvizja Vetëvendosje i ka prishti diskursi të linçimit të gjithë. Ne kemi pas qëndrime politike. Ne kemi pas kauz politike. Kauz politike është mësme të votu ty. Kauz politike. Ne kemi pas qëndrime politike, kemi pas kauz politike. Dhe kur argumentet politike dhe juridike nuk kanë bërë punë, natyrisht që është dash me përdor forma tjera, qoftë të mjeteve qysh ka qenë edhe gazi do të cellës, protesta qytetare që janë shumë të rëndësishme dhe fal atyre ne kemi arritur që të ndalojmë shumë dame të tjera për vendin, por në anën tjetër mendojmë që situata aktuale natyrisht që duhet të përmbyllet ose duhet t'i hapet rrugë konstituimit të kuvendit dhe ne çdo që varet prej neve ne jemi të gatshëm që ta bëjmë. Nisëm me seancën e nesërme, po e përfundojmë me seancën e nesërme. Nga ajo çfarë kuptova, nesër do të jetë një ripërsëritje, do të jetë seanca e 8 në përgjithësi e konstituimit që nuk ka konstituim normal, dështim i radhës në zgjedhjen e kryetarit së kuvendit. Nuk presni ndonjë ndryshim deri nesër? Ne ende nuk kemi marrë ftesë për konsultime nga ana e kryesuesit të seancës, sepse ju dini që 2 herë kryesuesi i seancës para seancave konstituive i ka thirrë partitë politike. Nëse do ta kemi këtë ftesë, ne do të jemi të pranishëm natyrisht në këtë. Qëndrimet tona janë të qarta dhe janë në linjë me kushtetutën edhe aktgjykimin e gjykatës kushtetuese. Na përket të gjithëve që të kontribuojmë që të dalim nga kjo situatë. Mendoj që është shumë e rëndësishme
që ta konstituojmë sa më parë Kuvendin e Republikës në mënyrë që t'i hapim rrugë formimit qeverisë së re. Zona Albulin Haxhiu, faleminderit shumë për kohë. Faleminderit po ashtu. Shënderuar ishim me deputetën, ministrën e detyrës Zona Albulin Haxhiu, e cila është nominuar nga Lëvizja Vetëvendosë si kandidate për kryetare të Kuvendit të Kosovës. Folëm për ngërçin momental, për qëndrimet e partive politike, gjithashtu për qëndrimet e Lëvizjes Vetëvendosë dhe se çfarë pritet nesër. Se çfarë pritet nesër, shihemi nesër në telegrafi.com me kaq sa i përket intervistës së sotme në përballje me zonjën Albulin Haxhiu.